me dhënien e gurthemelit të fabrikës së barave, që u bë sot në Dubravë të Istokut, e përfundimi i cilës pritet të bëhet pas 18 muajsh. Do të shënohet një kthes në zbutjen e papunësisë në këtë komunë. Kryetari Ilir Ferrati së bashku me investitorë ndërkombëtar dhe rrjetin e bizneseve shqiptar në Mërgat vendosen ngurthemelin e kësaj fabrike, e cila është e vetmja në rajon. Falni se nuk flas shumë mirë shqip, po da provojmë në shqip. Sa të vendosim ngurthemelin e një fabrikë farmaceutike, investimi vjen ka diaspora shqiptar, ka Franca, shumica dhe ka Belgjika. Punët da vanojnë 18 muaj afer. Dhe kemi punë vende after 158 punëtor, e du t'i fëndëlaj 2 persona, kryetarin e bashkisë në shumë në kanë ndihmu, Elegencë Ademaj, dhe shumë në kanë ndihmu për këtë projektin, e disa njerëz i veçantë sikur Naimi këtu, si Naimi është koordinatori rrjeti biznes shqiptar për botën. Naim Dedushaj po, i Prishtinës. Ka zgjedh gjatë erës se unë në Paris, se mësa, Aziz ti je shqiptar, duhet t'i interesohesh për Kosovën ma shumë e për tokat e vetët. Isa po jam shqiptar, po jo aq shumë. E sysh atëherë, si gjithë gjatë e kam mësu Shqipen shumë ma mirë, vi shpeshtu edhe jetojnë tokë shqiptare, kam një shtëpi në Durrës në Bregdeti ma mirë, po nuk është jam kontra Kosovës, po Bregdeti ma i bukur është. E dytën duhet të falenderoj këta ekspertat si kemi me vete Erik van der Kouter, Roland Tilsedi, ku është Roland i këtu, edhe Julia Babu, janë të trute e fabrikës. Ne kemi energjinë se toka jonë është e vendi jonë, po na duhen disa truka Evropa të na ndihmojnë për këtë projektin. Atë janë. Çetër jo se dia pata diçka çetër me son. No, kreti sash. Krytar. Faleminderit shumë për gjithë. Faleminderit juve, faleminderit zesh. Edhe gjithëve që janë mbledhur sot këtu, jam jashtëzakonisht i gëzuar dhe i lumtur që sot po fillon një etapë e re e zhvillimit ekonomik në komunën e Istokut, po duam të shfrytëzoj rastin me falenderoj gjithë investitorët, njerëz që e morën me projektin, njerëz që kanë rekomanduar Istokun, që është pjesa më e rëndësishme, edhe sigurisht krejt stafin e komunës që kanë punuar në këtë drejtim që sot më e mundshme fillimi simbolik i ngurthemelit të kësaj fabrike, e cila ka mundur këtu në fshatin Dubravë, edhe që ka më konë në funksion të zhvillimit ekonomik të komunës Istokut. Çka është më e rëndësishme për neve është që kemi filluar me i pa frytet e mira të një klimit mirë, bëmë biznes që kemi mërri me ndërtu në Istog, është e dyta me përmend këtij mandatit edhe konsideroj që do të vazhdojmë tutje falë pronave komunale që na kemi nën përgjithësi komunale të cilat i ka ardhur rendi që mas 20 vite mas se qenë si të komunës me i fut në funksion zhvillimit ekonomik qytetarëve tonë që për pas janë njerëz zakonisht punëtor, janë njerëz që e meritojnë një hap mundësi të reja për punësim, sidomos te pjesa e rinisë e njerëzve që janë tu studiu drejtimet që kanë bëjë me shkenca shëndetësore, konkretisht farmaceutike, mjekësi, gjona të cilat kanë më hyrë në funksion tyne të punësimit tyne dhe zhvillimit tyne akademike në karrierë. Ju falenderoj edhe një herë gjithë investitorëve, njerëzve që kanë kontribuar që kjo fabrikë me fillu sot ngurthemelin simbolik, sigurisht me i majtë për fjalë mandej investitorë që mas 18 muajsh na marrë dhe me prej bashkërisht shiritin me krejt ekipet e tyne dhe njerëz që kanë me i punësu në këtë fabrikë. Zotri Dedusha ju apostrofut edhe jo, që kjo po supozojmë se sta kryetari për 18 muaj kryhet. Ky është zotimi. Çka mas kësaj se na gjithmonë jemi kërkues për më shumë. Pas kësaj ka shumë gjëra tjera, por s'pari folim për këtë. Jem shumë i lumtur dhe i gëzuar që jam sot në Istog, në një vend të një burrit të madh që ka qenë ka dhënë Kosova Ibrahim Rugova. E dyta jam shumë i lumtur që shoku jem, miku jem, kryetari i rrjetit bizneseve të diasporës shqiptare për Francë, Aziz Vardar, së bashku me shumë kryetarë këtu të rrjetit bizneseve për realizon një projekt për çka kemi filluar 10 vite përpara, që ka qenë ideja ka qenë me i bë bizneset shqiptare bashkë si një forcë ekonomike shqiptare dhe me shikuar viset shqiptare ku ka nevojë. Kosova tani ka nevojë më së shumti që ta marrë nin këtu, sidomos edhe Istoku për vende të tjera, dhe ky është një kontribut jashtëzakonisht i madh i Azizit me partnerat e vet që bëjnë. Falenderojmë kryetarin e komunës Ilirin që po hap dyrë dhe po fton investitorë të diasporës dhe në këtë rast nuk guxojmë të lejojmë Mërgatën tonë të largohen nga Kosova, po këtu të investojnë më shkojnë vende tjera. Pra kjo është një kontribut edhe kryetarit edhe gjithë tjerëve investitorëve këtu që kanë ardhur. Jem shumë i lumtur që shoh shumë miq shok këtu që kanë dhënë për Kosovën dhe ne jemi ata të cilët jemi zotu
dhe do ta ndërtojnë, do ta zhvillojnë Kosovën, jo vetëm me fjalë, po me vepra. Kjo është një vepër, kjo është një sukses edhe i Azizit, po edhe rrjetit bizniseve diasporës shqiptare që po jep frute gjithku në botë. Dhe dash Zotit që mos jetë i fundit, fillimi dhe të vazhdojmë përsëri dhe mas një viti ndoshta edhe përpara që ta bëjmë themelin dhe hapjen e fabrikës këtu, se është edhe me mish francez këtu dhe me të tjerë dhe për ne është kënaqësi sepse Kosova do të njihet si një fabrikë që prodhon Farmabel, prodhon barna këtu dhe eksporton jashtë në vendet e tjera. Respekt për Istogun, respekt për kryetarin, për gjithë tjerë që janë këtu. Shumë faleminderit. Je voudrais dire qu'ici, c'est la première pierre, la pose de la première pierre d'une usine pharmaceutique à Istok. Ce n'est Kënaqësi që vetë ky gur themeli i kësaj për farmacinë këtu në Istok. C'est un projet qui a été réfléchi et étudié pendant plusieurs années. Është një projekt që është menduar edhe menduar që ka herë, për shumë vite. Donc c'est une usine qui va fabriquer des comprimés, des gélules, des poudres et aussi des formes liquides et des injectables. Një fabrikë e cila do të prodhoj shumë barda të ndryshme, të larmishme. C'est une usine qui sera complètement informatisée et contrôlée électroniquement. Një fabrikë që është organizuar shumë mirë edhe në aspektin elektronik. Ce sera une fabrique qui sera aux normes les plus modernes de l'Union européenne. Do të jetë një fabrikë me sipas normave ndërkombëtare, sidomos evropiane. Qui est destinée non seulement à la consommation locale, mais qui est surtout destinée à exporter des produits sur la grande exportation, ce qui fera de Istok la première ville au Kosovo qui exportera des produits pharmaceutiques et produits pharmaceutiques dans le monde entier. Je parle de l'Amérique du Sud, je parle des Caraïbes, je parle de l'Afrique et de l'Amérique du Nord. Kjo fabrikë është dedikuar jo vetëm të Istokut edhe Kosovës, por edhe në mbar botën, që do të i furnizojë me barna, por kësaj radhe ka pas privilegj Istoku ta posedojë këtë fabrikë. Pra, le të themi atë që miku im Erik e di prej 20 vitesh tani. Ai po thot, le të themi se kam disa kompetenca me atë që ka të bëjë me ndërtimin e një fabrike farmaceutike, me praktikat e mira të prodhimit për të cilat ai po fliste. Dhe kjo është një pengesë në rritje. Kur dëshironi të filloni dhe zhvilloni një biznes farmaceutik, duhet të jesh në përputhje me rregullat. Çfarë kam për të thënë? Çfarë po thoshte Eriku për praktikat e mira të prodhimit? Çdo vit, gjithnjë më shumë ka kufizime dhe kërkesa. Dhe është shumë e rëndësishme tani që nga fillimi ne po ndjekim rrugën e mirë për ta ndërtuar atë. Faleminderit të gjithëve që jeni këtu në emër të gjithë ekipit. Ka qenë shumë mirë. Projekti deri më tani duke punuar me gjithë për këtë projekt në Kosovë. Duke ardhur vetë nga një ish farmaci, është një nder dhe krenari të jem këtu mes të gjithëve jush. Dhe po, faleminderit, shumë që jeni këtu. Jemi shumë të lumtur që po ndërtojmë hapjen e parë të historisë. Dhe e dini, ne mendojmë se me të gjitha standardet më të larta të teknologjisë dhe standardeve të larta të cilësisë që do të ndërtojmë këtu, ne do të shkruajmë një kapitull të ri, një kapitull të ri për Kosovën. Në këtë rrjet të bizneseve shqiptare nga mërgjimtarët tonë, është edhe një Istogas me cilin e mburremi, është ky Agron Ahmetaj. Agron cili që kish me qenë mesazhe dhe porosia jote në rastin e fillimit të ndërtimit të kësaj fabrike këtu në Istog. Faleminderit Basezeq. E kisha ftuar, mesazhi im është të ftojmë të gjitha bizneset që në shqiptare jashtë Kosove, të vinë vendin e tyre, të investojmë se ky projekt që kemi mbrapa, që të kontribuojmë për vendin tonë, që dojmë shumë, edhe jem krenar që jem pjesë e këtij projektit edhe që po realizohet pikërisht tonë në Istog, edhe kështu që është një ditë e bukur, jem shumë i gëzuar, edhe mendoj që një mesazh i mirë për gjithë biznesmenët kthehen në vendin e tyre të investojnë këtu. A do të vazhdojsh edhe me tutje? Po, patjetër se po.
Po tjetër që po. Ki na ide, na i projekt, mësë zbullo, po a ki mendu diçka? Janë. Se kjo tha që për një vit të gjys përfundon, një vit të gjys, teri sa ju të vendosni edhe çka shkon më njëherë. Po. Aty kemi, do më thonë, qëllimin të marrojmë mbarna 15 muaj, 18 muaj, mendoj që do realizohet shumë shpejt ky projekt. Agron Të sukses. informojmë edhe do jeni në rrjedha. Shumë faleminderit të Faleminderit suksesit, për juve. prifte mora. Faleminderit me gjithë juve. Faleminderit shumë.